Vrasja e Martin Canit, gjykata e apelit vendos për Mario Përlleshajn dënim për të miturin. Gjykata e apelit ka shpallur vendimin për Mario Përlleshajn i akuzuar për vrasjen e të miturit Martin Cani. Gjykata ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë me 16 vite burg. Ngjarja rënd ka ndodhur në 18 nëntor të vitit 2024 gjatë një konflikti. Përlleshaj goditi me mjet prerës 14 vjeçari në afërsi të shkollës Fanoli në Tiranë. Në dhjetor 2025 ai u shpall fajtor për veprat penale të vrasjes në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë ndaj një të miturit tjetër i cili mbeti i plagosur.